O hoxh, nuk di shumë gjëra për Ramazanin. A prishet Ramazani kur se përmban gojën, thot jam 11 vjeç. Allahu të rujt, Allahu të boft hajrit. Allahu ta mundësoft që të bëhesh ndër më të mirët. Agjerimi nuk prishet, por kur njeriu shan apo nuk e përmban pra gojën e tij me dashje, atëherë paksohet shpërblimi. Dhe kur ne e bëjmë një punë, duhet që ta bëjmë në formën më të mirë, në mënyrë që të marrim sa më shumë shpërblime. Agjerim nuk është vetëm të rish pa ngrënë dhe pa pirë. Agjerim duhet që ta agjerojnë pra bashkë me ty edhe goja, edhe syt, edhe veshët, pra të mësohesh me një agjerim në formën më të mirë. Dhe kështu inshallah rritesh, edukohesh pra në formën më të mirë, në mënyrë që edhe mbas Ramazanit pastaj nuk shan, nuk ofendon, nuk gënjen, nuk mashtron. Ne duam musliman të mirë, musliman shembullor, musliman ashtu siç kënaqet Allahu i lartësuar.